Prishtina Ali. Kjo është podcasti Prishtinë. Faleminderit krejtëve që keni zgjedhur me ndëgjua dhe me shiqu. Një intro i shkurt, unë jam Jona Mustafa dhe kom e qenë tash udhëheqëse këto. Tema ose synimi i podcastit ka me qenë gjithë që me sjell pa kulturën edhe identitetin e qytetit të Prishtinës, duke u fokusuar në kohën e para luftës. Edhe qysh më anis mas mirë të pas me Benin Universal. Benit pëthojmë Universal se kemi këto DJ njeri, hiking njeri, outdoor njeri, tenis njeri, skiing njeri, e tjerë. Faleminderit Benin shumë që ki pranu me ardhë, është kënaqësi e madhe me të pas këto. Faleminderit së dhe juve për ftesën. Kemi dashur me zgjedh si me fillu domethënë episodën e parë për shkak se ke qenë një pjesë e madhe e historisë Prishtinës. Domethënë naja që i ke botë në atë kohë dhe që i ke organizu kanë qenë shumë të flituna edhe atëherë edhe tash. Besoj që kishte qenë shumë mirë me na tregu ti pak si çush ka filluar kjo DJ njeri ose. Okej, unë jo marr si i ri me muzikë, e kom dashur muzikën shumë. Kom disa fotografi ku si i vogël, pra 2 vjeçar, 3 vjeçar, unë ri në rrethin e qindra pllakave LP, që do më thonë, kom pas edhe gramafonin, edhe i kom ndru gramafonat, kom ditë edhe atë kohë qysh me punu me gramafon. Edhe kom gud muzikë gjatë gjithë rinisë hershme. Kështu që në vitin 1990, pra si 17 vjeçar, masi kom pas muzik me shumic, e kom hap një audio studio. Audio studio, tash për juve nështë është interesant me një këto, po ka qenë si videoklub, po i muzikës. Do me thonë, unë e kom pas CD-a, kom pas plaka, edhe çdo njeri që ka pas interesim për një band, ose me bo një kompilacion të një CD-s ose kasetës, kanë orë të une dhe kanë thonë, a munësh me ma bo një kompilacion me qëto kongë. Edhe në është dasht me a bo prej dekit, që kanë qenë disa pajisje me kaseta, në CD, ose vice versa, edhe mandej ata kanë pagur qatë shërbim. Kështu që une kom fillu me bo pare si 17 vjeçar, si njeri që kom dasht muzikën edhe m'ju bo kompilacionet e ndryshme kafiqave, diskotekave, ose njerëzve të ndryshëm nga gjithë Kosova që kanë ardhur te une për qasi muzike. Edhe mandej, kur kom pas muzikë shumë, njerëz janë nisën tash me më etiketu si DJ. Po une nuk e kisha alo nickname-in. Më thëshin DJ Beni, po më mu dëke diqy shumë qizi Beni se ka dhe burektore Beni gjithë ka. Edhe një shok jam i ndjerë, një shok i mirë, Alfonsi, ai më pat bo DJ njeri për herë të parë, pse se unë në atë ku i thësha njerëz të njeri. Okay. Do thonë po flasë për vitin 1991. Do thonë njerëz të i thësha njeri, ata më ne janë nesën edhe me më qujt mu njeri. Kështu që ai më bo një pari DJ njeri, edhe më ka pëlqy shumë. Wow, so nice, po do këtë kjo, po tingëllon DJ njeri. Edhe më ne shkova me DJ njeri, fillova me muzikë, me lëshu muzikë në për disko, kafiqa, dhe më thonë nuk kom qenë shumë i popularizum si mas disa viteve, po dyqysh e pata qatë nickname që mu më katapultoj, si me thonë atë top DJ-t e Kosovës. Më thërshin në për ahengjet ndryshme, pra dhe qysh tregova më herët me shoqnin e nonës, që kemi qenë bashkë, dhe më thonë, se na si Prishtinë kemi qenë shumë thonë klap e vogël edhe imi njoft me zveti, edhe mandej shumë shokë më thërshin në për parti, nona jote ka organizu disa parti shumë të mira në shtëpijat ndryshme, e majnë men që ka pas shumë njerëz edhe unë kom qenë DJ në shumë të në kohës. Kështu që me kohë mani fillova edhe me lëshu edhe në për diskotekat ndryshme. Po, është ko interesante dhe mami do me thonë kur më tregon pak për sorja, thotë prend tash ka ndalë dikon jashtë për punë edhe thotë kjo me vleznit, kështu kena organizu party, kena hek krejt e pihat, kena thirë qatë shumë njerëz se kena herë si, inshallah nuk e nin këto gjyshi se shqyqër mirë janë.
thoj ke ka pas njerëzve që si ke njoft, po veç ka qenë që ajo atmosferë qa që mirë dhe krejt jeni knaq mes vete dhe... Po. Ka qenë represioni dyshysh i madh, edhe na kemi gjetë atë knacin ty mbledh në për shtëpia. Po, në kot ma të këshia tash njeri lyp me andresh pak vetës, me qëto sene. Për klube ku ke performu, sa e dion ka qenë një kohë që te ke qenë shumë i ngarkume dhe ki pas kështu multiple bookings brenda një note. Qashtu. Dhe më thonë, unë kam fillu në për kafiqa, në për disa klabe, jo shumë të njoftuna. Po, mani, gjithçka ka ndru në vitin 1994, unë kom qenë në Ulqen, edhe këtë Prishtina po të qenë në Ulqen. Ka qenë një hotel i madh, Galeb, që nuk ekziston mu. Edhe lëshoj ke një DJ muzik katastrofike. Po une ka shkojsha në përpushime mërsha, si me thonë, 500 kaseta me veti, 500. Të më thonë e kom pas një beat boombox që thirët ai kastofoni madh, me 2 kaseta. Edhe 500 kaseta me veti. Do të thonë kom pas një valizhe veç kaseta. Pse me ngu muzik vet, se kom pas qef me ngu muzikën katë shkajsha. Edhe ma ne i shkum në atë diskotek, kur shkova i DJ-al që i ke muzik që ma vroj ke veshin dhe ketu ankojshin, edhe ma ne njoni bëtëne që është DJ Beka ose MC Beka, që se njëni MC Beka, ai e ka ditë se unë i kom që ato kaseta, edhe ka shku taj shefi i hotelit edhe i ka thonë, e kom unë një shok që është DJ, i ka 500 kaseta, a mundët ai mërshu muzikën që të diskotek, se Krit Prishtina është në Galeb. Dhe më thonë po flasim për verën e 94-tës. Edhe ai shefi veç ja boni ati DJ-s. Ik veç pak se ka marrë një DJ, ka mërshu muzikë, edhe kur hina une, MC Beka ka qenë me mikrofon, unë kom qenë performuesi me muzikë, edhe patëm call një javë. Një javë kena shumë muzikë, mani atë DJ-n po mdoket e ka gjitë pi punës, që po m'vjen keq shumë se na ja zonën venin ati, edhe mani mas me erdhe në disa DJ tjerë për Prishtinës, po e di që ajo ka qenë performimi jam i parë në herë në një klub, disco, para, mu i me thonë, qindra njerëzve, po mane u pat popularizu qatë shumë që ajo diskotek, so vishin për krejt onve rrëth Ulqinit për me marë pjesë, po s'mu i keme zonë qatë shumë, ajo ish rendi i madhë për me prit, e që ajo ka qenë si performimi jam i parë para një maset madhet njerëzve. Mani masa soj mani janë në diskotekat që u qelë Queen's Club, në 95-ën, mani ka qenë Casablanca, mani kanë qenë Cotton Club, ka qenë Mrika, që do më thonë veç fillun me dalë shumë këto klubet edhe diskot edhe mani une s'kesha kot lirë. Performojsha derin 4 herë brenda një notës. Do të shkojsha Queens, e krysha, vike dikush në vend me, unë shkojsha në Mrik, e krysha edhe aty një orë, mani shkojsha në Casablanca një orë, mani shkojsha në Cotton Club që ka qenë aty të Kurizi, që është ajo inxinjeringu, që është një farë, s'po di që ka qenë bank shtasha, nuk e di, edhe 4 herë në një natë, me thonë me shumë muzik, techno, house muzik, drum and bass, edhe gaba. Dhe me thonë janë do stilet muzikës që zbesoj rinia sodit kish mujt me i ndëgju, sepse kanë qenë strictly underground, dhe me thonë muzik, shumë underground, dhe me thonë elektronike, të shpejta, dhe më thonë deri 180 BPM-a, që është beats per minute, thonë shumë shpejt, me shku disa orë, edhe këtë jonë knaq. Edhe 4 natë ki mujtë mi përbalu, dhe më thonë me qatë tempo. Qashtu, herë 7, dhe më thonë 7 herë në javë. Bravo për, bashkë mirë. Po ja ka vlet, ki pas të organizime që dhe tash kur i shoh thon wow, edhe çfarënie ka qenë atë. Yes. Videot do me thonë kemi edhe një video në YouTube që e keni postu. Nëse s'ka bëj kaseta ka qenë e zbuluar disa vjet më vonë, ku ka pas edhe dance competition të organizuar prej anës tonë. Po. A mundesh më tregu pak për çat kohë? Po, mundi më këshyre çat video është dance competition, e mojnë men që pa ta organizuar me disa shok. Unë e kom ingjizu me kamerë partin krejt, do më thonë parti është organizu me një disko private që është jep me qëra, e di që ka pas një glob me pasqyre që është sill, edhe është jep me qëra për 10 markave.
domethënë 10 marka gjermane, e ki marrë komplet një hapsin, edhe mandej e pata qitë një poster, veç një poster, në qendër, organizohet dance competition. Okay. Do më thonë një party ku njerëz kanë mujt me performu këcime të ndryshme me muzikë që e kanë zgjedh. Okay? Fituesi e ka marrë një kaset prej studios teme që kom injëzu me që të regova në fillim, Empire Studio thirë atëre. Okay, nice. Do thonë është dashtë me abo se cilit ka një, që me thonë, trofe, kush ka fitu në një kategori, për shembull techno, house, ose si Michael Jacksoni me këty, unë ja kom dhonë një kaset. Edhe mandej kom bo disa ftesa, i kom jap njerëzve, çuditërisht pa të ardhur dikur rreth 200-300 njerëz me një sallë të vogël shumë. Është majtë gjatë ditës, i kemi lëshu perdet, ka qenë terë, po njerëz kur e këshyrin videon, mundi me këshyr, veç shkruni DJ njeri 1993 edhe mundi me po, njerëz të jon knaq, kanë ardhur këtë meshkuj, shumë është interesant, as një femër nuk e kinë mi pas që ka këty, edhe jon knaq qatë shumë sa, kur e kom ingjëzu qatë video, pa hiri, ja kom dhonë gjyshës kasetën. Qajo kaset nuk ka qenë shënume që është qaj party. Okay. Ja kom dhonë edhe ajo ka ingjëzu diçka për mito, edhe është hub kaseta, do më thonë ingjëzimi. Tek mas 20 vjetëve, një shok jami që është Emin Regjepi, indjeri, që ka qenë shok jami ngusht, ka qenë danseri technos, ai ma boni, hey Ben, kom gjetë kasetën. Kom thonë qyshe gjetë, tha, para se mi adhon të gjyshës, ja ke dhonë DJ Jamesit, që është një DJ shok jami, aja ka marrë, e ka ingjëzu, e ka bo kopje, po se ka ditë që e ka. Okay, se ka ditë as Jamesi që e ka qatë kopje. Edhe mandi unë ja kom thonë gjysë originalin edhe ajo është i fshi. Edhe mandi kur e kom marrë atë kasetë, e kom bo digitalizim, e kom qitë në YouTube, edhe me një herë të nesërmën një band i Danimarkës që quhet Night Sports. Okay. Më ka kontaktu, a muj me e shfryzu qatë material me bo një video spot, se për na pëlqen shumë. Edhe ma ne e kanë bo video spotin, e di që ka fitu një farqmimi që ai video spot i qati bendi. Night Sports quhet Kids in Europe. Muni me këshyra aty të regon krejt për ngjarjen e qësaj pjese. Tash edhe këshim të shu pak videon të shohin, do me thonë edhe shikues. Po kthena do me thonë te video që e poem, lloji kërcimit që e bojnë do me thonë aty njerëz, vreja do me thonë edhe aty pak si influenca që e keni pas në atë kohë prej MTV-s, nëse nuk ka bëj MTV-a fillon me u shfaq, do me thonë me qenë available gjatë viteve 87 nështë? Po. Edhe hen më dokët me këngën e parë të Dire Straits, Money for Nothing, që është I want my MTV. Nuk e di, unë e di që kënga e parë në MTV që është shfaq ka qenë Buggles, është një band i Anglis, Video Killed the Radio Star, ka qenë vitin 1980. Po. Okay. Te na pat ardhë MTV janë fund të 80-ave. Po, qashtu. Yeah. Po. Para asojna ka qenë Super Channel, po mani ka qenë MTV-a, edhe ka pas ndikim shumë në rinin tonë. Shumë. Kur ka ardhë MTV-a, faktikisht na muneshim i imitu veshjen, muzikën, ka pas shumë fraksionet, ndryshme heavy metalsat, teknoshat, reperat, krejt të i bazu në MTV. Po. Ama MTV-a ka qenë MTV, jo me kësi show që tash qfare po shohim. Po tjetër ko. Këtë tjetër ko. E di edhe Super Channel më duket është edhe Sat 1, nëse nuk ka bëj, këto ma ka përmend kështu babi, tha edhe ka qenë shumë e njofton para se me hi MTV-a, po dallohet do me thonë edhe stilet tash veshja ka qenë shumë influencuar me atë kohë, prej do me thonë ju keni qenë shumë influence prej botës perëndimore dhe qoftë me veshja atër ka qenë do me thonë status social, nëse ti ke pas po thojmë leves diçka ose
Po, me imitu qatë kulturë. Njerëz kanë qenë me stil të lirë të veshjes, nuk ka pas kështu stereotip si tash që po i shohim kur ishe për shembull meshkujt janë si një person ose femrat janë njëjtë. Ka pas stile të ndryshme, ki pas për shembull heavy metalsat flok të gata me gjaketa si të jeansit, kur mojshim partin zakonisht edhe ata veshin edhe mani bëjshin thrash, dhe më thonë, i shkunshin flok që thujmë edhe në për parti, reperat këthejshin rap, mani techno, këthejshin techno. Dhe më thonë, nuk ka pas krahasime shumë si shtash që po i shohim përmes rrjeteve sociale, telefoni, që është krejt jeta është krahasim. Dhe më thonë ti e krahason me dikën edhe mund është si qaj mu bu. Atëre kanë pas originalitet njerës ma shumë. Qashtu, shumë mirë. Ka një vetën, qashtu është ka qenë. Edhe ka qenë jeta shumë ma i mirë. Ma të gëzushëm kemi qenë. Se tash shka po shoh. Ju tash për shembull rinia i keni të gjitha, po nuk e keni gëzimin e jetës tonë. Jo, se prap jena të krahasu, gjithë ka diçka që nuk mundesh me arrit edhe e lyp këta ma shumë. Na ka qenë vështirë me acquire kaset. Unë kom pas shumë, i kom pas dikur rreth 3200 kaseta dhe plaka, po kur shkojsha dikun i mërësha 500, dhe më thonë me veti. Kum pas një valigje të madhe ku i rëndisha krejt si pas stilit, po ka qenë vështirë shumë. Atëherë burimi kryesor ka qenë me ble kasetën. është dashur me shku te kjo shtëpia mallave, ku gërmia. Po, pedi. Që aty, në katin e fundit ka qenë njoni ka shit kaseta, dhe më thonë ka qenë si pjesë e shtëpisë mallave, dhe shtëpia mallave e vjetër, ku është Zair Pajaziti, që aty ka pas kaseta dhe plaka. Po flasë për 80-at. Mandej, fillun kasetat edhe CD-t mushit edhe në për pazara. I mërshim për jashtit, s'po di po mdoget për Polonisa, nuk e di, edhe mani që aty shkajsha, unë risha të nditën, vish mi zgjedh një 10 kaseta, 5 kaseta, ose CD-a, edhe mani u rrit numri, mani, por si që edhe për jashtit, për i Hollandës, për i Anglis, ishin shtrejta, do më thonë një CD bëj ki 45 marka atëherë, ose një kaset, më shkojshin krejt, faktikisht paret më shkojshin në kaseta dhe në kësi plaka të gramofonit. Ama ja ka vlet, se mani ku mbo qatë shumë plaka gramofonit edhe CD-a so, ja nisa mi njëzu kafiqave dhe mani fitojsha atë hargjimin që e kom bo. Po që ka pas në dikim të unë i ku mësu bendet, mani ku mësu muzik, që rrjedhimisht ka bo që unë me u marrë me muzik një kohë gjatë. Këto a i ki halo kasetat edhe plaka që i ki rujtë bashmir? I kom krejt në paketat të mëdhaja që zojnë Kogjaven, do thonë janë si me thonë 1 metër me 1 metër, herë 3, kom shumë, është kështu si kub i madh, i kom në tavan aty në shpi, krejt ka njëri këshyri ilshoj se kom alo deka janë ato, që me thonë pajisjet muzikore që janë kështu si tower që thonë deki CD-s, receiver, ose dat, digital audio tape, mini disk, që janë kështu me kate, e i kom krejt, edhe dyqysh kom qef me ngu muzikën në mënyrë analoge, dhe më thonë e qas kasetën edhe njët, që më thonë forcën e muzikës. Në YouTube dyqysh s'mun është me ndëgju mirë, ose kore bëj download për shambull prej në kanali, nuk e një mirë si në kaseta ose në plakat gramofonit. Plaka e ka zonin më të mirë, edhe alo e ka më të mirin. Po dhe se këto formate tash që po janë online janë këtë kompresume dhe i hu pasaj muzikës kualitete që po thunë gramofon është tjetër përjetim, kështu një taman muzika e të të spjërës, qysh duhet me është pak si knatësi kur alo blej. Plaka. Për shembull shkoj dikun, shoh në event që po shet plakat gramofonit alo. Okej, merr halo. Dyqysh kom qef me pas koleksion të madh të plakave, se ato e di që dikur s'kan mu prodhu kur edhe i ki ato. Diçka tjetër rreth ndoshta Love Paradës me shtu, Love Parada është një parti që kom organizu me njerë mas luftës, po muj me konsideru si është e viteve 90-ta, ka qenë parti me kamiona, që se deni këta Love Parada që bëhet, Love Parada me kamiona, ka qenë fillimisht organizume në Berlin, pra i kanë marrë kamionat, janë mush me sound sistema,
edhe mani ato kanë ecë në qendër të Berlinit, para një maset madhe të njerëzve, këtë kanë pas sound system, si cila muzikë ndryshe, edhe njerëz kanë shku mas ati kamioni që ka pas muzikën e dëshirume. Edhe ka qenë, si me thonë, një organizim masiv deri në vitin 2000 disa, kur ndodhi një tragjedi dhe unë nalë krejt se mërshim pjesë me qindra mira njerëz, dikur atë 100.000 njerëz. Kështu që në 99-ën edhe unë e kom vendos me organizu një këtu, në Prishtinë, për me e tregu këshe lirin mas luftës. Me njëherë 2 muaj mas luftës, dhe më thonë 12 kamiona, i kom ush me sound sistemi, i kom thirë këtë shokët e me DJ-a, kanë performu në kamionat ndryshme, edhe pas sukses shumë madhë. Këtë Prishtina u bo një ven i madhë ku kanë marrë pjesë dikur atë 40.000 njerëz. 40.000? Po, 40.000 njerëz, po. Edhe ka qenë parti masif. Që kjo ka qenë një ndër, që me thonë, organizimet më të mëdha në herë për parti, se me një Prishtinë komplet me bo parti, ka qenë problem se është dosht me komuniku me UÇK-n atëre, që ka qenë alo aktive, është dosht me Kforin, me Unë Mikun, është dosht me shku me policin e jashtit, policia internacionale, krejt leje me marë, me tregu ku kanë me hec kamionat, që mani me marë dritën e gjelbërt me organizu. Edhe krejt organizimi ka qenë, do me thonë, prej teje. Po, me 1.000 marka e kom organizu keqt. Apo? Ka qenë lirë, çdo sa në lirë ka qenë atërë. Nëse mundem e veç, do me thonë, po e shqyqojmë tash për shikusit incizime në Love Parade. Yeah. Çfarë atmosfere, do me thonë, shumë interesant. Kur e kum shiqu kështu për herë të parë videon, e kum pa, do me thonë që ju filloni prej këto të qendrat e Borë Ramise, Pallati i Rinisë, edhe do me thonë vazhdoni rrugës, edhe shihën do me thonë kështu që po thu njerëz të ju njek, ju jeni të parti aty, ka autobuse, kere që ju bashkan gjitën, tepër interesant. Qashtu, në fillim ka qenë, si me thonë, disa qindra nështë 1.000 njerëz. Po mane ty hec kamionat në atë rrethin e dytë, kur kemi shku dhe të spitali, atje të rrethi spitalit, kur i kom patë masën e njerëzve të jarë, për këtë Prishtinës, ty dal u bo një halakame madhe, kur më rritëm të Grandi aty, mani nuk ish venas gjilpanën me lëshu, që shumë ka pas njerëz. Ka qenë diçka interesante shumë. Jënë mundu edhe disa tjerë me organizu mas disa vite, po s'ka pas sukses se ka qenë pa mundun të rrit numri i veturave, kjerë, do të thonë autobusa, nuk i mujt me ma lejet ashti me bloku këtë Prishtinë, se na qyshe kina organizu me njëherë mas luftës, dhe më thonë 2 muj, nuk ka pas shumë vetura në Prishtinë, dhe ki mujt me bloku këtë Prishtinën edhe me bo një parti, po ma vonë ma ne ka qenë e pa mundën. Për ata dhe kamet, si me thonë, organizimi vetëm i këti lloji. Si edhe i parti i fundit para luftës edhe jo, ka qenë interesant. A mundesh me na tregu pak për çatë partin e fundit, do me thonë që Okej, po, ka qenë një parti, është quajt Dance or Die, edhe ka qenë parti i fundit para se më nis lufta, ka qenë shkurt, në fund shkurtit 98. Edhe di që patën fillu disa aktivitetet luftës, edhe unë e mora vesh deri sa isha në bin të lëshu muzikë. Edhe mani me mikrofon e folja, bile i tregova, thash, pëdën me janis me kërsit lufta, nështë është parti i fundit, dhe njerës t'jon knaq aty, edhe mani me të vërtet të nesër më nëveç unal jeta, edhe mani fillun aktivitetet që mës me pas parti. Po të ka qenë parti i fundit, që e keni edhe në YouTube, shkruat, veç shkru një DJ njeri, 1998, Dance or Die, po më duket është 23 shkurt, ose 28 shkurt, 98. Së disa ditë para se më janis lufta. Ka qenë interesant se na kemi qenë të etun për me u knaq, atëherë ka qenë kogja kohë e ertë. Se ndodhshin gjdo ditë sanat këshia
gjysh u patëm shel në shpe, nuk ka pas knatësi, jena tutë se u gjyshin bomba në për rrugë, veç nishim në për lajme që pësoj ky, pësoj aj. Do më thonë ka qenë një kohë shumë e rrezikshme për me jetu në Prishtinë, për mu ka qenë një ndër më të këshijat. Për ato edhe kur e kena organizu, faktikisht na e kemi ditë se me që ato po përfundon deri sa të kryet lufta. E di edhe një kohë ka qenë ora policore, ku do me thonë e keni pas saktume, nëse nuk ka bëj prej shtatëve, diçka që ashtu nuk keni mujt heq me dal, tregojnë edhe familjar që ka qenë shumë rrezik, edhe ka pas do me thonë çdo persona trembën që të ke nëse e keni një makinë, do me thonë tu kalua, ajo di që do me thonë kush po kalon edhe që ti nuk guxon kështu. Po. Mund zonë jashtë, ama puna s'ka dalë kërkush, ajo kon kogja e respektuar shkaku i trembës. Shihet në një ndër neja, do me thonë që i ki organizu, ajo do këtë si më konë tamam kështu parti mas orës 12, në fakt shihet e inqizimit që krejt parti është ndodhë mas dite në ora 3-4. Në ora 3-4. Dhe që kemi lëshu perdet e kemi bozi. Po, e keni po, edhe keni gjetë mënyrën që shprap me vazhdu, po, që është shumë e rëndësi. Jena munu në qëfar dush mënyre me mbjetu e mu knash. Edhe ma ne që ajo knacina mojke 2 ova, 3, folqim për qatë nej. Tash, për shembull, është shumë ma dinamike, ka gjithmonë diçka ndodh. Problem tash me mojtën menti një ndaj që ka qenë dje, për shembull, se më njëherë ki sot diçka të re. E ki tjetrën bashkë. E atërë nuk kanë qenë aq dinamike, po që ajo na ka mojtë edhe po më vjen mirë që e kom përjetu. Se kom pa, që me thonë, dallimin tash me ma herët, e di qysh është. Atëre kena pas kënaqësi ma shumë, po nuk e kemi pas kushtet si ju që i keni tash, po nështë ta kënaqësi s'keni, nështë ta jeni ma komfort, po s'po di. Ti dush më kallzu për këto. Nëse nuk a bëjte edhe skiing njëri, Snow njëri, okay, sorry. Snow njëri, do me thonë, më do këtë shumë interesant, shembull Brezovica, kohë të ish Jugosllavisë, sa e di ka pas edhe gara që janë majtë në Brezovicë. Po. A ke qenë najherë kështu si i involvuar në lloj gara ata? Po, edhe jo marrë edhe me ingjizimin si më thonë, aktivitetet Brezovicës në vitet të 80. Nice. Kom pas një kamerë, ne kom pas faqe, kom pas një kamerë të madhe, Panasonic M7, do më thonë kamera kështu jo profesionale, po e madhe shumë edhe unë s'kjojsha me ato, se kisha qef me dokumentu çdo sen çka e bëjsha si i ri. Shumë që qatë partin që kom organizu me kamerë, që ajo që është në këtë diskotekën e Dragodonit, kom i gjëzu tenis të lujt, kom i gjëzu skem, Brezovic, do më thonë ish -10, unë e mojsha kamerën në krah edhe i gjëzësha gjithë kanë mundi me këshyrë aty mi pa ato ingjizimet. Sno njeri i shkruani 1993 për shembull. Kom ingjizimet të 89-s në YouTube mundi me hi edhe mi pa krejt ato. Do të thonë, ko marrë pjesë në shumë aktivitete, po që ka qenë interesant është sa është kësham pushim atje në Brezovic, që është veni ma i dashur jam i për skem, mu i me thonë botë, se kom skiju në shumë vene, po si Brezën s'muj me krasu me asnjë tjetër, po më ne asnjë tjetër ski qandrë s'munët mu krasu me Brezën. Do të thonë, ingjëzojsha, edhe në mramje në hotel kur ishim, e lëshojsha ingjëzimet me një televizor ku krejt musafirët e ati hoteli e këshëshin që ka kena bo gjatë ditës. Më blatëshin me patën, ja. Do të thonë, krejt që ka kom ingjëzu pri mëngjezit, qysh po hajmë mëngjez, qysh po bomi gati me skiu, qysh një ski instruktor për i tregon fëmijëve, qysh me bo këta, shkojsha nalt, plesha biletën me kamerë non-stop, gjdo sen. Bile njëherë po më kujtot, një civil mu ka fëru aty, ka thonë, kush je ti, ama letër njoftimin, pse po ingjëzon, se ka qenë e ndalume me ingjëzu. Ma ka ma kamerën, ma një me mëzje ku më këthy kamerën. Veç mirë që s'mi ka fshi ato ingjëzimet, se aty kom pas ingjëzime shumë. Do të ka qenë edhe rrezik me ingjëzu atëre në atë kohë. Na faktikisht kena qenë si Korea Veriore, diçka që ashtu në 90-ta. Po, ato ingjëzime shumicën i kom edhe i kom qitë në YouTube disa prej inserteve. Çka ka pas diçka Prishtina në atë kohë që nuk e ka tash, edhe që menojnë ka qenë, do me thonë e falem pak pjesën e
komuniteti ka qenë më ndryshe, muzika e këto, pa ka pas edhe ndaj sen tjetër që të mungon. Socializim më shumë, dashni më shumë, njerëz nuk kanë qenë materialista shumë, janë kënaqur me sene të vogla, me pak, me thonë gëzim më shumë ka pas, në ajër, është nia i gëzimi. Do të thonë dashnia është një më shumë, tash nuk po nihet shumë. Tash po shoh njerëz më të ertë. Thonë ka do që shkaj, ma janë depresiv. Po, njëtën kur kushtet më të mira për jetë s'ka pas. Shumë e vërtet. Se cili ka kushtet më të mira se për shembull vitet 80 dhe 90. Shumë e vërtet. Po, njerëz nuk janë happy. Këto, shumë interesant. Pa ta lexuar dikon që kjo momentalisht bota që po jetojmë na, është bota ma liberale që ka qenë ajherë dhe do më thonë ma e përparume në historinë e njerëzimit, edhe prap rates të depresionet ose çto, do më thonë problemeve mendore janë prap ma të naltat që kanë qenë najherë, ose të paktën tash që paraqiten. Po flas për Kosovën veç. Po them kështu edhe në botë. Edhe jashtë edhe në botë, po që na kur kushtet si Kosovë, si tërësi nuk e kena pas në historinë tonë me mira vjet sa ekzistojmë. Edhe kur ma të dëshpërum s'kemi qenë jetën kohë, që është absurd. Okej, Beni, faleminderit që na tregove pak për pjesën e DJ-njere dhe jeta që ka qenë atëherë. Tash kisha pas qef më kthy në çka bën Beni tash, ose çka ka bo edhe mas kohës së muzikës. Okej. Tash edin, unë jam stomatolog me profesion, okay? Po nuk punoj shumë stomatologji, punoj ka njëherë, po mirëna me tenis, që është sporti jam që mas shumë ti shme thonë, kaloj kohën në klubin e tenisit Prishtina në Tokbashje, ki qenë edhe vetë. Po. Dhe më thonë, na kemi qenë në shkollën Ismail Qemali, tash jemi transferu në Tokbashje. Për mu ambienti ati është pak ma i mirë, se është ma largë zhurmës dhe ka natyrë, rreth aty. Aty 5 dhe 6 ditë, gjatë javës jem aty, edhe i ushtrej fëmit, janë disa trajnera tenisit që i ushtrojmë plot fëmijë, prodhojmë tenist. Që kjo është ajo sporti që më shumë t'i e kaloj kohën, do të thonë tenisi. Se vetë kom qenë kampion i Kosovës, viteve 90-ta, edhe viteve 2000, në fillim të viteve 2000, mane fillova vesh me trajnim, me menaxhem, edhe prodhojmë tenis tash. Nuk është që kom prit, që kena me arrit, si tenis, kom prit si vogël që kena me pas minimum 50 fusha tenisit. Sa i keni momentalisht? Tash i kemi 8, këtë Prishtina, do të thonë na edhe në atë kohë i kemi pas 4-5 si Prishtinë. Tash kemi 8 fusha, ku për krahasim për marim Shkupin, që i ka 162 fusha, që është një qytet shumë afër neve. Po. Në botën civilizume që aty e këshyrin, shme thonë civilizimin paka shumë, sa ka terene sportive një qytet, na kemi shumë pak. Shumë pak. Që për tenis po flasë, kemi 8 fusha. Ata i ka 162. Nas muj me prodhu tenist, shamull, fqi jonë verior, ka qatë shumë fusha sa kam prodhu tenist edhe ata bojnë reklam më të madhe se krejt senet tjera, ma shumë se këngëtarët, ma shumë se politikanat, thonë me sport arin shumë. Ha? E na jemi dyshysh individualista si njerëz, edhe shumë besoj që me tenis kishim me arrit sukses. Po nuk kemi kushte, dhe më thonë nuk kemi terenet mbylluna tenisit, që neve na ndalon me u marë 12 muj në vetë. Mirëmi veç 6 muj tenis. 6 muj s'mirëmi tenis. Që kjo është e problemi. Tash me hikingi është aktiviteti jam që bëj gjatë fundjavës, i qoj njës në pjeshk, ti ki marë pjesë me një. Po, kënë edhe që jam kënash mas shumë ti. Se shliruash prej qytetit, shkon në natyrë, rrinë me njerëz të mirë, se në hiking vinë njerëz shumë të mirë. Shumë. Janë njerëz që kanë qef me u kënaq, me u lidh me natyrën, nuk miren me senet kota, flasin sene më të mençme, edhe mandej i bëj happy
me 10 njerëz. Shumë. Kthehemi secilisht ma I gëzueshëm se tjetri. Tu thonë kesh ajo masi pa të ardhë, kur jam kthy, mos thëm një muaj më ka majt, do me thonë që ai gëzimi që po thu pak lidhesh me natyrën, ajri I mirë, po emja njerëz kanë qenë shumë të mirë. Po. U kon kogja challenging, unë pa të ardhë më duket u kon hajk I madh, çaj që pa të ardhë. Po. Hajku jam I parë, ka çaj I madh, do me thonë, ama pa ta lidh kështu I natë që kom shku deri në alt, deri në fund. Na shkum te moja Malsorit, po më duket. Po. Në afër liçenatit aty. Po. Qashtu. Kogja u kon nalt. Po. Ka aspekti I sportit, më kujtu kur ketu tregu për fusha tenisit. Lema që s'kena 8 janë kur gjo heq. Patinazh, do me thonë patinoj prej e vogël. Na ka mësu babi. Babi është mësu, do me thonë 87 nëse s'ka pëj Prishtina ka pas patinazh. Nice. Po, edhe patinazhi ka qenë. Den me bo patinazh. Po. Edhe patinazhi që shtregon babi ka qenë, do me thonë me standard tamam që shtohet. Po. Ka pas diçka 2 patinazhe Prishtina ma përpara, te Magic Park ku ka qenë një, për mi Pallatrinis tani u bo, po kogja shkort edhe kur gjo, metëm edhe pa patinazha. Kur e menon këto sportet dimrore, kish qenë mirë pak me I promovut na si shtet, për dire sa nuk e na as seaside, as kur gjo heq. Po, nas kemi deti, do më thonë kemi bjeshk, të kish qenë shteti pak ma aktiv me ndiku në formimin e turizmit mirëfillt edhe që po thotë patinazh për shembull me kriju një patinazh masiv, siç ka qenë atëherë te salla e madhe e Boramizit. Te e mojnë men ato do me thonë. Po ka qenë në vitin 86 në janar, kom shku kom prit disa orë për me marrë një bilet, e me qatë bilet ki hy mrene, e maneti ka ndoni por patina, edhe ka qenë komplet ajo sala e madhe ku janë majtë edhe koncertet, që se den ti se mon menjo. Se në vitin 2000, në shkurt vitit 2000 u pat kall. Po tamam e pjesa që pjesë, po. E aty ka qenë patinazh. Do të thonë aty janë organizuar edhe koncertet ndryshme, viteve të 80-ta vishin si bendet njoftuna, vishin organizimet mëdha, ka 20-30 bendet prej ish Jugosllavisë atëre, po ishin muzikë, na shkojshim si tri aty me ndëgju. Po mani kur u kalla ja hapsin, ra dhe mundësia me u revitalizu edhe patinazhi edhe mu organizu koncertet ati lloji që shkanë qenë në qatë vetë, kur kom qenë në I vogël. Do thonë 86 janar, edhe mani e pat mojtë edhe 87 edhe mos se mojnë men që ka pas patinazh. Okej, bene, faleminderit shumë që ke ardhur sot në podcastin Prishtinë, ke qenë musafiri I parë edhe ka qenë shumë kënaqësi me të pas. Na ke tregu kogja shumë, do me thonë, storje interesante rreth historisë Prishtinës, identitetin edhe çka e afërmson Prishtinës çat shpirtin që ka. Kështu që të falenderoj shumë që ke ardhur dhe shpresoj që kena me të pas prapë ndoshta. Faleminderit shumë për ftesën. Suksese juve. Faleminderit shumë.